Përshëndetje, kemi këtu me parashimin e datës 5 nëntor të 2025. Duke se kemi një ditë shumë të rëndësishme në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me disa kënde planetare që neve na ndihmon që neve të ecim me hapin e kohës, por me siguri. Çfarë ndodh dhe ndikimit planetar që ka të bëjnë për datën 5? Data 5 kemi një hënë të plotë muaj që zhvillohet në boshtin Dem Akrep. Në kundërshtim të mprehtë me Marsin nga Shqiptari me Uranin në Binjak. Kjo hënë e plotë mund të sjellë zhvillime të stuhishme në jetën tonë të përditshme, ngjarje të paparashikuara, gjithashtu ndryshime të papritura në lidhje me punën, karrierën. Dhe kjo do ndikojë veçanërisht dhe vendin tonë. Ajo ndikon kryesisht në shenjat fikse. Demi, Luani, Akrepi, Ujori, por edhe binjakët Virgjeresha, Shqiptari si dhe peshqit në ditët e para të lindurit në dhjetëdijën e parë. Do të ndikojnë çështjet ekonomike, në bujqësi, në mjedise të ndryshme që ka të bëjnë në lidhje zakonisht hëna e plotë ndryshon shumë sepse ka ndikime nga më të ndryshmet, por gjithsesi kjo mbetet për të parë në anën tjetër të punës, por sidomos kur juve keni datëlindjen në dhjetëdijën e dytë në të Demit, të Luanit, të Akrepit, Ujorit ose ata që kanë ascendente. Por gjithsesi kërkohet vëmendje, nuk do ishte keq që juve të shikoni gjërat më në themel dhe jo përcip.